Arbri e ka personale me Eglin. Familja i zbulon poezinë që Egli shkruajti në ditët që ishte jashtë. Ja çfarë po ndodh, familja e Eglit nuk ka reaguar mirë në prajmin e fundit të ndodhur, ku midis Laertit dhe Eglit ishte pikërisht Laerti i cili shkoi si finalist i dytë. Kjo gjë, por edhe sulmi që pan nga arbri duket se s'u ka pëlqyer as pak, teksa nga Instagrami i Eglit shpërndahej mesazhi, a ju duket si personale apo na duket ne, Ledioni me Eglin e paske, teksa ka shpërndar edhe një koment të Ina Gollçakut që thot, kur thonë që emri të Laerti para Eglit Takos, tregojnë vetëm budallikun e tyre, shqyqyru treguan ndesh me Gerta Gixhari si gjithmonë edhe kur i levërdis lojës së saj. Teksa sa për historinë e jetës, ata i kanë shpërndarë edhe një poezi që Egli e kishte shkruar në ditët që qëndroi jashtë Big Brotherit në gjendjen e rënduar, ku shkruante: sa herë më kanë thënë që nuk isha mirë, që duhet të dobësosha, të ndryshoj mendimin tim, sa herë më kanë kërkuar të mos ziesha shumë, të ulja zërin, të rrija e qete, të bindesha. Por unë kjo jam, me defektet e mia, me sytë e fryrë kuqaj, me buzët që nuk heshtin. Nuk dua të jem perfekte sepse kam mësuar nga plagët, nuk dua të jem ajo që të gjithë duan të jenë. Jam e bukur kështu me gjithçka që kam, me trupin që ndoshta nuk e do askush tjetër. Jam e bukur kështu dhe nuk kam frikë më, sepse tani e di sa vlerë kam unë. Sa herë më kanë gjykuar pa më njohur fare, vetëm sepse isha ndryshe, sepse nuk doja të isha si ata. Sa herë kam heshtur nga frika se do më përqeshnin, por tani zëri im nuk mund të ndalet më. Sepse jam kjo që jam, me të gjithë gabimet, me zemrën që rre fort kur diçka nuk më pëlqen. Nuk dua të jem perfekte sepse kam mësuar të dua veten, nuk dua të jem ajo që të gjithë duan të jem. Shkruante Egli, mesazh tepër i fortë për publikun.